La 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 la. Unë jam Ajna dhe unë ja dëgjoj fjalën mamit dhe babit. Unë i dëgjoj ata, sepse ata kanë gjithmonë të drejtë. Dhe se Zoti në Kuran thot, Zoti yt të ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij, dhe që të silleni mirë me prindrit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë, ti mos u thuaj atyre as u dhe mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti. Lësho përpara tyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur kur unë isha e vogël. Pra, të gjithë fëmijët duhet t'i dëgjojnë prindrit dhe të mos i lodhin ata, dhe se bindja ndaj tyre është kënaqësi ndaj Zotit. Në një fjalë profetike, thuhet se parajsa gjendet në këmbët e nënës. Të kujdesemi për mamin, babin dhe të afërmit, dhe të jemi të mirësjellshëm me çdo, ashtu siç porositi Zoti në Kuran. Njeriun e kemi porositur të jetë i sjellshëm ndaj prindërve të tij. Nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. O Zoti im, fale nënën time që më rriti me kaq sakrifica. O Zoti im, fale babin tim dhe më bëj që gjithmonë të fal namazin me të. Fëmijë të dashur, këto këshilla mbajeni mend gjithmonë dhe na ndiqni në serit e reja. La 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 la